adresimin e kërkesave të pushtetit lokal. 3 shtatori në Kosovë pritet të nisë me protestat të komunave të cilat po përballen me vështirësi të mëdha financiare dhe mosmarrëveshje të vazhdueshme me nivelin qendror. Komunat thonë se mungesa e mjeteve financiare po ndikon drejt për drejt në funksionimin e tyre dhe në ofrimin e shërbimeve për qytetarët. Sipas Asociacionit të Komunave të Kosovës, një nga problemet kryesore është mungesa e mjeteve për zbatimin e kontratave kolektive. Sazan Ibrahimi nga Asociacioni i Komunave të Kosovës thotë se që nga viti 2022, qeveria e Kosovës nuk u ka ndarë mjetet komunave që janë prekur nga vërshimet. Nuk është neglizhencë ndaj asociacionit, po është neglizhencë ndaj komunave. Jeta zhvillohet në nivel lokal, jo në zyrat komode të nivelit qendror. Hallet e qytetarëve dinë më së miri komunat e Republikës Kosovës, kryetarët e komunave me ekipet e tyre. Dhe ata përballen me këto probleme në punën ditëpërditshme të tyre. Niveli qendror, ju shkoni nëpër komuna, mund të shohni se në çdo mëngjes kryetarët e komunave presin qytetarët cilët kanë ankesa. Niveli qendror, kush i shkon në derë? Kryetari i komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, në një përgjigje për Kanal 10, ka bërë të ditur se protesta e paralajmëruar nga komunat nuk do të ketë karakter partijak, por do të fokusohet në kërkesat dhe problemet konkrete me të cilat përballet pushteti lokal. Post protest ku kërkohen mbrojtja e drejtave të komunave të cilat në mënyrë graduale po uzurpohen nga ana e qeverisë. Jo vetëm Prizreni, por gjitha komunat i kanë pothuajse probleme të njëjta, ku qeveria në vazhdimsi me një qasje jo konstruktive, me një qasje jo bashkëpunuese, me një qasje centraliste, tenton të uzurpon kompetencat e komunave. Në të njëjtën linjë është shprehur edhe kryetari i komunës së Rahovecit, Smail Latifi. Përmes një lidhjeje telefonike ai ka theksuar se protesta ka për qëllim adresimin e problemeve dhe kërkesave të komunave dhe nuk synon të shërbejë për interesa politike apo partijake. Trajtimi i komunave nga ana e qeverisë Republikës Kosovës, nga ana e nivelit qendror është tepër i varfër, është i pamjaftueshëm, është i dobët dhe ne do të shohim se përmes protestës të artikulojmë të gjitha këto vështirësi, këto shqetësime, këto padrejtësi dhe këto dëme që po bëhen nga ana e qeverisë Republikës Kosovës komunave të kësaj republike. Komunat e Kosovës prej kohësh po përballen me probleme të shumta financiare dhe institucionale. Ndër shqetësimet kryesore të komunave janë mungesa e mjeteve për zbatimin e kontratave kolektive, çështja e përvojës së punës si dhe kërkesa për respektimin e kompetencave të pushtetit lokal. Përfaqësuesit e komunave thonë se pavarësisht takimeve dhe kërkesave të vazhdueshme për dialog me institucionet qendrore, një pjesë e madhe e këtyre problemeve ende nuk kanë gjetur zgjidhje. Në shenjë pa kënaqësi edhe për të kërkuar adresimin e këtyre çështjeve, komunat kanë paralajmëruar protestë më 3 shtator.